dhe kundërshtarin janë miq të shkëlqyer, të cilët i kanë dhënë një ndihmë të çmuar në opozitë dhe në qeveri, në kohrat të mira dhe kohrat vështira, Partisë Demokratike. Diskutuam gjërësisht për këtë bashkëpunim dhe njoha mikun të çmuar me të gjitha zhvillimet në Shqipëri, me shndrimin e procesit zgjedhor në farsë elektorale nga Edi Rama, në përqendrimin e të gjitha pushteteve në duar të një njeriu, në rolin e jashtëzakonshëm të drogës, ku informova se në Shqipëri, në dallim nga Gjeorgjia dhe Bielorusia, nuk është Rusi Big Brother, si që është atje, por Big Brother këtu është droga. Dhe Big Brother janë klanet e drogës të lidhura me kreun e Meduzës, që është Edi Rama. Jam dakord që të intensifikojmë bashkëpunimin në interesin më të mirë të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili, theksoj dhe njerë, duhet jetë një proces i bazuar në merit, sepse vetëm një proces i bazuar në merit është interesi absolut i qytetarëve shqiptarë. Është interesi absolut më i mirë i qytetarëve të Bashkimit Evropian. Një Shqipëri epicender operacional e organizatave kriminale të rajonit të Europës dhe të botës, si cilësohet në disa raporte të Departamentit të Shtetit, është një rrezik real për paqen, sigurinë në Shqipëri, në rajon dhe më gjerë. Ndaj dhe kushtet për mendimin tim, dhe jemi dakord me mi, duhet jetë një proces i bazuar në merit, çka ekzistojnë të gjitha mundësitë, por jo me Edi Rama. Edi Rama është garant dhe udhëheqës kryesor i klaneve të drogës në Shqipëri. Pra, ishte një diskutim i frutshëm dhe duhet ta falenderoj edhe një herë. Cilat janë reagimet e tyre pasi u keni njohur me faktet tuaja, pozitimet tuaja në lidhje me qeverisjen e vendit? Tani duhet të dim një gjë. Bundestagu është parlamenti që, si të dini, ka ndjekur në mënyrën më serioze dhe më të përgjegjshme, por edhe dashamirëse, duhet ta them këtu, procesin e integrimit të vendeve tona të rajonit në Bashkimin Evropian. Pse dashamirëse? Sepse edhe në kohrat e skepticizmit më të madh, ky institucion nuk ra në një skepticizëm të tillë, por përkundrazi insiston që ky proces të vazhdoj i bazuar në merite. Ju kujtohet, mendoj se plani i tyre, kërkesat e tyre, prej 13 pikash për Beogradin, kanë qenë një dokument historik, të cilit të qoftë se Serbia do të ishte përmbajtur, do ishte sot absolutisht antar i Bashkimit Evropian. Plani prej 15 pikash që hartuan për Shqipërinë bazuar në misionet e tyre fact-finding. Në qoftë se do ishte zbatuar, Shqipëria do ishte nofta afër vendit antar ose pothuaj antar. Pra, kanë bërë, kanë mbajtur, kanë patur interesa
shumë serioze, shumë përgjegjshme. Përpjekja jonë është kjo, thjesht që Bundestagu të ruaj këtë interes që ka patur për këtë proces jetik për shqiptarët. Ne jemi një forcë politike që përkrahim, kemi objektiv kryesor tonin integrimin në Bashkimin Evropian. Ne kemi deklarojmë, pavarësisht nga mashtrimet që bëjnë lobistët korruptiv të Edi Ramës, apo vetë Edi Rama me ministrat e tij, por ç'është e vërteta, edhe lobistët korruptiv të Edi Ramës, që nuk janë, se mos kujtoni ju se janë të pak, janë jo të pak. Ata përpiqen ta paraqiten. Nuk ka ndërmend integrimin, por ka projekte veta në mënyrë të turpshme, por faktmirësisht këto mashtrime kanë marrë fund dhe janë kuptuar se ishin mashtrime të lobura, të paguara nga Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar që me miqt tanë të vërtet procesit integrimit të kontribojnë, të ndihmojnë që ky proces të jetë proces i bazuar në funksionim në shtetit ligjor, funksionimin e ekonomisë tregut, që është dhe interesi absolut më i mirë i shqiptarëve. Më falni, akuzat absurde të Edi Ramës se ne po e denancojmë këtu apo atje, dhe unë u them dhe atyre pak individëve që më shtesin, nacionalizmi mafioz, nacionalizmi i mafjes, është strofulla e mafiozve dhe s'ka asgjë të përbashkët me interesat patriotike atdhetare të qytetarëve. Sipas tyre, ne duhet ta fshejmë, ne duhet të eksportojmë kartele droge, duhet vazhdojmë të kryesojmë, të jemi vendi i parë në eksport e kanabisit, të jemi vendi kryesor në transportin e kokainës nga Amerika Latine në Europë, e tjerë me radhë, dhe këto duhet t'i fshejmë, këto nuk duhet t'i themi, në kohë kur këto ne i mësojmë nga bota, janë të gjitha agjensitë e huaja, se po t'jetë për agjensitë shqiptare, ato janë të droguara, ju e shifni, a ka gjë me turp, a ka me turp, se sa çdo javë një vend evropian vjen për të arrestuar kriminal në call centra. Asnjë, pse ndodh kjo? Se të gjitha call centrat janë në patronazhin e shtetit, me në krye Olsi Ramen, Amant Josifin që i drejton nga Dubai e të tjerë. Dhe ndaj këtu nuk kapen. Dhe këtë javë ishin francezë, para tyre ishin austriak, ishin gjerman, në radhë. Pra e kanë shtruar Shqipërinë, po e shtrojnë Shqipërinë në një grop të zezë, të turpshme, të vjedhjes, plaçkitjes pensionistëve të atyre vendeve, po që s'mund të ndodhi kurrë të asnjë vendi, po vende që i ka vënë miliarda Shqipërisë në rrugën e saj. Por këto, sepse familja Rama, në këtë rast Olsi Rama, është kryepeshkaqeni i call centrave. Faleminderit. Atëherë e anullojmë konferencën në orën 20.